referendumit Kosovës, faktikisht, aktin e bashkimit kombëtar të shqiptarëve të firmosur nga shqiptar, nga serb, nga malazez, dhe të gjitha ata që luftonin për lirinë të treva. Historia kur ju s'do të harroj këtë. Sërish, Enver Hoxha Josip Broz Tito do të hidhin poshtë atë. Ata vërtet do të pranorin një kufi në shpirtin, në zemrën e kombit, por jo të ndalin kur shpirtin e këtij populli. Ndaj dhe ju, në dashuri, me prane, për tropoj, për vendin, për Kosovën, për Shqipërinë. Ja dole që në vitin 98 dhe 99 ta shtroni këtë drejtë në bazën kryesore të lëvizjes shqiptare të Kosovës. Ju, të gjakun e djemve tuaj, për lirinë e saj, pranuat çdo sakrificë. Ndaj dhe sot mlidhemi të shesh, më krenar, më të lumtur se kur, edhe në rast se ne, qytetar e Malësisë Gjakovës dhe qytetar shqiptar, në udhëtimin tonë kemi humbur betejë dhe jo pak, por ne jemi sot të qetë se kemi fituar luftën. Kemi fituar luftën finale. Kosova është e lirë, Kosova është e pavarur, Shqipëria është në NATO. Kufit do t'i rrafshojnë me projektin tonë evropian në tërë historinë tuaj. Ju keni qëndruar sindikat, kanë kaluar pushtime, ju i një matë me to, ju kanë djegur, sërish jeni këthyr, ju kanë përzën, sërish keni ndërtuar, por mua dhe për ju, 97-a është periudha me dhimbshme e tërë historisë tropojës, sepse në një urrëtie primitive ndaj kontributin tuaj, bandat u veshen me pushtet dhe ekzekutuan djetë të tropojës. Ate që historia u rezervojnë pushtuesve, ate që historia u rezervojnë keqbërësve, do u rezervojnë dhe autorëve të 97-ës të tropojë. Para pak javësh, këtu erdhi kryetari i Partisë Socialiste, i cili në fakt është 100 herë më i lidhur me 99 shatelerët ndërtimit se sa me socialistët e Shqipërisë. Edhe njerë ju përgëzon për shpirt e hapur që tregoni. Do t'i them zotit Rama, të vish sajë të turë të tropojë, të kërkova që t'i kërkosh pjesë tropojës për ato që i bët në vitet 97. Nuk e bërë këtë, nuk e bërë se nuk njefti me arrogancën tënde, prepotencën e trashëguar, pjesën dhe falje njerëzore. Ate që të kërkoj është kjo. Pas e të drejtohesh qytetarëve të tropojës, socialistëve të tropojës, për votën, do të heqësh qenë si në artë të kryeqytetit të shqiptarëve që vendose mbi gjoksin e hymnizuesit të masakrave serbe mbi vëllezërit të Kosovë, famkeqit Bregović. Këte do të bësh, se për ndryshe do të mbledh Këshillin Bashkiak emocion mos besimin ndaj teje. Nuk mundet ti të përdorësh qetësat e kryeqytetit të mbarë shqiptarëve për armiqtë e egër të tyre, për ata që kënduan këngë dhe hymne, barbarëve serb dhe barbarive serbe mbi shqiptarët e Kosovës. Uftoj vllazërisht të merrni të
pjesë në votime. Miftoj socialistët të Tropojës dhe mbarë Shqipëri me 28 qershor. Letë votojnë duke pyetur amthetarin e tyre. Letë votojnë për Tropojën Europiane. Duhet t'i siguroj se respekti sanimerisht për ta është 10-30 herë më i madh se respekti e Tiranës. Duhet t'i siguroj se projektin tonë europian duhet ta ndajmë me çdo shqiptar, se ëndrrën tonë europiane duhet ta bëjmë realitet me secilin prej jush, me mbarë shqiptar. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është e anga që premton, është një kom që sot beson, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është e anga që premton, është një kom që sot beson. Shqipëria po ndryshon.